të akuzuar për korupcion, tashi po shohim se si po i hajnë të ardhat para syve dhe më shumë gjas është bashkëpunëtor në ngrënien e atyre të ardhave. Ne po shohim se si këta njerëz, cilët përveç se kanë vjedh popullin më të varfër në Europë, popullin cilit i taksojnë 20% në çdo bukë që plejnë, shohim se si po i rënojnë edhe idealin e tyre për të jetuar më në fund në një vend normal, demokratik, ku institucionet funksionojnë dhe drejtësia po bën punën e saj. Me rënien simbolike nga pushteti dhe nga ofiqet të Belinda Ballukut, po shohim se si në skenën politike po ngrihet fuqishëm ballukizmi. Ballukizmi si një ideologji e re e korrupsionit shtetëror. Shohim se si Edi Rama, ai i cili ka praktisur gjithë bashkëpunëtorët e tij të afërt, po i han gjitha fjalët e veta dhe po e mbron Belinda Ballukun, se ajo është viktim ose punëtore e madhe, thoni ju, siç edhe i referohet. Jo, por sepse ka dyshime serioze se vetë Edi Rama mund të jetë i implikuar në aferat e Belinda Ballukut, e cila është një nga personazhet më okult në historinë politike 35 vjeçare të Shqipërisë. I njeri pa karrierë publike, pa karrierë profesionale, pa karrierë politike, u shfaq një ditë nga hiçi dhe befas u kthye në numrin 2 të pushtetit, të njeriu i cili ka pushtetin dhe parat brenda partisë edhe qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Prandaj shumë njerëz këto ditë kanë thënë, bosh e kot protestosh. Edhe prandaj thash edhe një duartrokitje, sepse realisht duhet i forcë shpirtërore, edhe duhet vullnet të ngrihesh edhe të dalësh në mejdan. Një vend, dhe këto ditë kemi quar se si da kanë thonë Edi Rama, ka i shumicë parlamentare ushtarake, ka 83 deputet, ka oligarkët me vete, ka mediat e mdhaja me vete, ka me dhjetra opinionistë, cilët dalin natë për natë, prej 30 vitesh, natë për natë, duke thënë broçkulla në emisionet televizive, ka bandat, ka gjithë shka, po, mund t'i ketë gjitha këto Edi Rama, mund t'i ketë, ama jo një populli, pas një individi nuk i lejohet që të vdes pa gojë, nuk i lejohet që të mos e thotë fjalën e vetë. Jemi sot këtu për të thënë fjalën tonë, sepse po heshtëm edhe ne, këtu për ditën më tepër do të normalisht